Përshëndetje, ju urojmë mirëseardhje në hapësirën informative në RTS Gjirokastra, kundër të tjera sot do të ndiqni. Tepelena ka zgjedhur Gramo Sakon si kryebashkiak të ri. Kandidati i Partisë Socialiste fitoi me 77.85% të votave përballë Gabriel Gumës, kandidati të pavarur të mbështetur nga opozita. Sako falenderoi qytetarët për besimin, duke e cilësuar fitoren si fitore të punës dhe përgjegjësisë, ndërsa Guma e pranoi rezultatin duke e parë si moment reflektimi për opozitën. Gjirokastra është përfshirë nga rreshje intensive gjatë 48 orëve të fundit, por pa problematika madhore. Sipas emergjencave civile të bashkisë, zonat rurale, veçanërisht në Picar dhe Mashkullor, rreshjet kanë bllokuar disa tombino nga inertet, por situata është normalizuar pas ndërhyrjes së shërbimeve publike. Pogoni në Bashkinë Tropull vazhdon të pres vizitor vendase të huaj që eksplorojnë natyrën e egër, florën dhe faunën e pasur, si dhe monumentet e kulturës e të natyrës. Banorët thonë se ky vit ka sjellë fluks të lartë turistësh në fshatrat e njësisë, ndërsa edhe gjatë vjeshtës udhëtarët vazhdojnë të zbulojnë bukurinë e rrallë të zonës që përfshin 8 fshatra me më pak se 200 banorë dimrit. Për 3 ditë në Gjirokastër u mbajt Akademia Up to Start. Ky program u zhvillua me qëllim për t'u dhënë të rinjve mundësi konkrete për të kthyer idetë e tyre në bizneset e qëndrueshme dhe inovative. Pjesë e trajnimeve të drejtuar nga ekspertë të fushës u bën 3 vjetërinj të grup moshës 18-29 vjeç. Ju njohim tani më gjerësisht. Tepelena ka zgjedhur Gramoz Sakon si kryebashkiak të ri. Kandidati i Partisë Socialiste fitoi me 77.85% të votave përballë Gabriel Gumës, kandidat i pavarur i mbështetur nga opozita. Sako falenderoi qytetarët për besimin, duke e cilësuar fitoren fitore të punës dhe përgjegjësisë, ndërsa Guma e pranoi rezultatin duke e parë si moment të reflektimi për opozita. Tepelena tashmë do ketë kryebashkiakun e ri. Ai është Gramo Sako, i cili garoi nën siglën e Partisë Socialiste, duke fituar ndaj kandidatit të pavarur, i cili pati mbështetjen e Partisë Demokratike, Gabriel Guma. Pas përfundimit të procesit të votimit dhe të numërimit, Sako falenderoi qytetarët e Tepelenas për besimin e dhënë, duke e cilësuar si një fitore të punës dhe përgjegjësisë. Pasi fushate të shkurtër, po një fushat model, një votim që u pa dhe në jurë ditë sot në një kohë me rreshje të shumta, po qytetarët dolën, votuan dhe shprehën vullnetin e tyre. Tani na lind ne detyrimi kryesor imi që t'i shërbejmë qytetarëve për punët e nisura, për ato që kemi projekte për mirënjohje pafund për qytetarët e Tepelenës, mirënjohje për Partinë Socialiste që e kishte përcaktuar fitoren që në dita e parë që u ka marrë rrugë deri tani. Rivali i tij Gabriel Guma pranoi rezultatin dhe e cilësoi procesin si një moment reflektimi për opozitën. Pritshmëritë e mia ishin absolutisht shumë të mira, por duke qëndruar me këmbë në tokë, jemi okay. Me pjesëmarrjen e njerëzve, pa njerëz të imponuar, pa njerëz të detyruar, pritshmëritë janë okay. Unë i them humbje personale, unë i them humbje e ringjallje sociale, jo humbja ime. Unë jam djalë i ri, për mua politika sapo ka nisur, kështu që jeta është përpara dhe nga gabimet mësohet. Ka bërë plot gabime gjatë kësaj periudhe të fushatës. Zgjedhjet e pjesshme vendore në Bashkinë e Tepelenës të mbajtura ditën e djeshme kanë përfunduar me një fitore të thellë për kandidatin e Partisë Socialiste Gramo Sako, i cili ka siguruar 3.261 vota ose 77.85% përballë kandidatit të pavarur të mbështetur nga Partia Demokratike Gabriel Guma, që ka marrë 928 vota ose 22.15%. Gjirokastra është përfshirë nga rreshje intensive gjatë 48 orëve të fundit, por pa problematika madhore. Sipas emergjencave civile të bashkisë, zonat rurale, veçanërisht në Picar dhe Mashkullor, rreshjet kanë bllokuar disa tombino nga inertet, por situata është normalizuar, menjëherë pas ndërhyrjes së shërbimeve publike.
Rreshtet e fundit kanë sjellë disa problematika në territorin e bashkisë Gjirokastër. Ilir Çumaku, përgjegjës i emergjencave civile, bën të ditur se vështirësitë janë shfaqur kryesisht në zonat rurale si Picar, Mashkullor, ku për shkak të prurjeve të shumta të ujrave disa tombino janë bllokuar nga mbetjet dhe inertet. Shirat e ditës së djeshme, domthonë mbasditë kryesisht deri në orët e vona, kanë krijuar disa probleme në disa zona, sidomos në zona rurale, në Picar, në Mashkullor dhe në Lazarat. Aty dolën ato inerte në disa tombino dhe në kështu, dhe u ndorhy me mjetet e rënda të bashkisë. Kurse në gjithë territorin pastaj u monitorua ku mundej me punëtor të ndorhynin, po punohet akoma, pavarësisht se shiu vazhdon të bjerë, por nuk ka të intensitetin e djeshëm dhe besoj se gjithçka do jetë në normalitet. Ai informon se situata është normalizuar dhe punonjësit e shërbimeve publike kanë qenë në terren duke ndërhyrë aty ku është kërkuar. Dhe aktualisht gjendja është në monitoruar, nuk ka probleme, rrugët janë ndikalueshme. Normalisht ditët e vijim ne do vazhdojmë të bëjmë pastrimet e gjithçka që të vendoset në normalitet. Çumaku bën me dije se strukturat e bashkisë vijojnë të jenë në terren për të ndihmuar në çdo problematikë që mund të shfaqet me përkeqësimin e motit. Rreshtet e shiut me intensitet të lartë kanë shkaktuar probleme në qarkullimin rrugor në qarkun e Gjirokastrës. Autoriteti rrugor shqiptar u ka bërë apel drejtuesve të mjeteve për kujdes të shtuar gjatë qarkullimit, ndërkohë që thekson se situata mbetet në monitorim të vazhdueshëm edhe ekipet janë në gatishmëri 24 orë për ndërhyrje të menjëhershme. Rreshtet me intensitet të lartë të 24 orëve të fundit që kanë përfshirë qarkun e Gjirokastrës kanë shkaktuar disa problematika në akset rrugore, por situata paraqitet nën kontroll. Sipas inxhinierit të ARSH-s për rajonin jugor Aristotel Noni, në rrugët nacionale nuk janë shënuar problematika madhore përveç rrjedhjeve ujore dhe materialeve inerte të sjella nga shiu në segmentin Kardhiq-Delvin. Rrugët janë të hapura dhe qarkullimi vijon normalisht. Nuk ka patur bllokime rrugësh, nuk ka patur vështirësi dhe probleme në qarkullim. Ka patur vetëm rrjedhje ujore, sidomos në aksin Këlqyr-Përmet, ka patur materiale inerte në sasi të vogël në aksin Kardhiq-Delvin, si dhe në të gjitha akset dhe në aksin Erind-Çajub ka patur materiale inerte në rrugë, të cilat janë pastruar nga firmat kontraktore. Noni ju bën apel drejtuesve të mjeteve të tregojnë kujdes gjatë qarkullimit në rrugë. Bëjmë një apel për gjithë përdoruesit e mjeteve në këtë situatë vështirë me fenomene ekstreme të motit të jenë të kujdesshëm, të respektojnë rregullat e qarkullimit rrugor dhe kufizimet e shpejtësive në akset rrugore. Kontraktorët e mirëmbajtjes ndodhen në gatishmëri për çdo situatë emergjente duke monitoruar akset kryesore pa ndërprerje. Rreshtet intensive kanë dëmtuar kulturat vjeshtore në Gjirokastër, duke prekur veçanërisht grurin, tërshërën dhe kulturat e tjera të mbjella në këtë periudhë. Uji i grumbulluar në parcela ka penguar zhvillimin normal të bimëve dhe ekspertët e bujqësisë paralajmërojnë se kjo situatë mund të ketë pasoja në prodhimin e sezonit të ardhshëm. Rreshtet e 48 orëve të fundit të rëna në qarkun e Gjirokastrës kanë shkaktuar probleme në sektorin e bujqësisë. Në shumë zona, uji është grumbulluar në parcela, duke sjellë dëme në kulturat ekzistuese dhe duke penguar mbjelljet e reja të kulturave të lashta, si gruri dhe tërshëra, që zakonisht mbillen në këtë periudhë të vitit. Sipas ekspertëve të bujqësisë, kjo situatë pritet të sjellë ndikim të drejtpërdrejtë në prodhimet e sezonit të ardhshëm. Si pasojë e rreshjeve të zgjatura dhe me intensitet të lartë, është krijuar një situatë jo normale përgjithsisht në fushat ose në kulturat e mbjella, kryesisht në zonën fushore, ku dhe pjerësia është e tillë që nuk siguron largimin e ujrave. Në një pjesë të parcelave që janë edhe të mbjella, sidomos ato të mbjella rishtas me të lashta apo edhe me haslla, ka krijuar sipërfaqe ku uji është në gjendje të fjetur ose në pellgje.
Sipas specialistit të bujqësisë, nëse rreshjet vazhdojnë me këtë intensitet, situata do bëhet akoma më shqetësuese. Ndaj, fermerët duhet të monitorojnë nga afër gjendjen e parcelave të tyre dhe të marrin masat e nevojshme për të shmangur dëme më të mëdha. Është një sinjal për të kaluar në fushë, për ta monitoruar situatën, veçanërisht tash në bimët e mbjella tani gjatë vjeshtës, por pse jo edhe në bimët e tjera që janë, siç mund të jetë jonxha, kultura shumëvjeçare, dhe gjithë sipërfaqet e drenuara duhet të kontrollohen drenat, që të përcillet njëkohësisht edhe funksionimi i kanaleve kulluese, aty ku mund të ndërhyjet nga vetë fermerët. Gjatë vitit të kaluar, në qarkun e Gjirokastrës janë kultivuar rreth 1200 hektar tokë me grur dhe 2200 hektar me tërshër. Pogoni në bashkinë Tropull vazhdon të pres vizitor vendas dhe të huaj që eksplorojnë natyrën e egër, florën dhe faunën e pasur, si dhe monumentet e kulturës dhe të natyrës. Banorët thonë se ky vit ka sjell fluks të lartë turistësh në fshatrat e kësaj njësie, ndërsa edhe gjatë vjeshtës udhëtarët vazhdojnë të zbulojnë bukuritë e ralla të zonës që përfshin 8 fshatra me më pak se 200 banor gjatë dimrit. Vizitor vendaset të huaj vazhdojnë të eksplorojnë natyrën e egër, florën e veçantë së bashku me faunën, monumente kulture dhe natyre në pogonin malor të bashkisë së Tropullit. Sipas vetë banorëve të zonës, muajt e verës gjatë këtij viti shënuan fluksi vizitorës në fshatat e pogonit. Kishte vizitorë si vjetë, të paktë, po kishte lëvizje. Edhe vinin, edhe iknin, kishin kaluar dhe në Qëminj, ndenjën janë 100 vet atje, edhe kaluar mirë, dhe vinin dhe këtu të naqa po pinin në një kafe. Beari ka qenë i mirë, i mbushu, se kishte edhe nga poliçani që erdhën fshatarët nga Greqia. Vizitojnë kishin tonë, fshatin tonë, të gjitha lagje, të gjitha kisha që kemi në fshat, vizitojnë muzeun që kemi. Mirë po, si rallëherë, vizitorët vazhdojnë të vinë pogon edhe gjatë muajve të vjeshtës. Ka dhe tani në vjeshtë, ushtuan dhe andea nga që vinë me kuaj tek polivaqit e tasha, edhe këtu vinë disa... Kalojnë shumë bile, edhe për ditë, bile për ditë kalojnë, për ditë. Ka lëvizje plot. Njësia administrative e pogonit ka në jurisdiksion e saj territorial 8 fshatra, ndërsa prej vitit 1993, fshati Opsat nuk ka asnjë banor. Në muajt e dimrit numri i përgjithshëm i banorëve është më pak se 200, nga 2350 që janë të regjistruar në regjistrin themeltar të gjendjes civile. Për 3 ditë në Gjirokastër, u mbajt Akademia Up to Start. Ky program u zhvillua me qëllim për t'u dhënë të rinjve mundësi konkrete për të kthyer idetë e tyre në biznese të qëndrueshme dhe inovative. Pjesë e trajnimeve të drejtuar nga ekspertë fushës u bën 30 rinj të grup moshës 18-29 vjeç. Nga Gjirokastra ka startuar Akademia Up to Start, një organizim i SME Albania dhe Agjencisë Kombëtare të Rinisë që synon pajisjen e të rinjve me njohuri praktike për mënyrën se si të fillojnë dhe të menaxhojnë më tej me sukses biznesin e tyre. Ne njohim disa koncepte për sa i përket zhvillimit të sipërmarrjes, që është koncepti startup, kemi një ligj për startupet, por ne jemi një hap përpara, le të themi, për sa i përket regjistrimit të sipërmarrjes. Pra të rinjt që kanë ide për të zhvilluar, ne i suportojmë nëpërmjet këtyre projekteve që lançojmë, pra startojmë nga Gjirokastra, nëpërmjet kësaj akademie që është Up to Start. Pra që në momentin që kanë ide në inkubator që të marrë të gjitha bazat për sa i përket një plani të biznesit, që një sipërmarrje kur starton të jetë e suksesshme, të parashikoj të gjitha rrisqet deri në një plan 3 vjeçar për sa i përket zhvillimit. Mënyrën se si duhet të regjistrojnë të gjitha procedurat ligjore që duhet për të regjistruar në Qendrën Kombëtare të Biznesit, për të regjistruar dizenjot apo markat apo shpiket e tyre apo pronësitë industriale, fondet ku mund përfitojnë qoftë nga donator shtetëror apo dhe nga organizata ndërkombëtare që kanë fonde apo skema financiare në dispozicion për sa i përket sipërmarrjes, po dhe mënyrës për të bërë atë që quhet tregti elektronike, e cila pas pandemisë, domethënë pas vitit 2020 në Shqipëri ka filluar edhe në gjithë botën ka filluar të zhvillohet shumë si koncept. Me të rinjt e Gjirokastrës ne do jemi përveç këtyre trajnimit 3 ditor që ishim këtu, është një projekt i cili do zgjat pra për të monitoruar, për të parë se sa këta kanë përfituar nga kjo akademi, që vitin tjetër le të themi të kemi disa sipërmarrje të regjistruara, të cilën ne do t'i ofrojmë asistencë nëpërmjet ekipit të Institutit Shqiptar të SME-ve me mbështetjen e Agjencisë Kombëtare të Rinisë.
Zona Gjirokastrës është një model biznesi në gjithë Shqipërinë për sa i përket sipërmarrjeve kryesisht në fushën e turizmit dhe në fushën e bujqësisë, duke parë se ka pas shumë kërkesa nga studentët po dhe nga bizneset vendase për të zhvilluar idetë e tyre dhe më tej për të konkretizuar ato dhe për t'i strukturuar në bizneset e mirëfillta, qoftë aktualisht, por dhe për të zhvilluar në të ardhmen. Ne kemi menduar që akademinë të cilën ne e zhvillojmë për të 8 vit me radhëzi kryesisht në gjithë Shqipërinë, këtë vit kemi menduar të zgjedhim Gjirokastrën, duke lidhur dhe me origjinën tonë gjirokastrite. Janë prekur disa tema që i përkasin kohës aktuale, pra digitalizimit, mënyrën se si ta zhvillojnë sipërmarrjen e tyre në fushën digjitale, pra në krijimin e website-i, zhvillimin e tij etj. etj. Pjesë e seksioneve interaktive dhe trajnimeve triditore nga ekspertë të fushës u bën 30 të rinj të grup moshës 18-29 vjeç. Ishte një trajnim shumë i vlefshëm për ne si të rinj, për arsye në radhë të parë ishim një grup të rinj që shpërndam ide dhe u lidhem me njëri tjetrin, por po ashtu nga ana tjetër morëm informacion shumë të dobishëm lidhur me sipërmarrjet që të rinj të marrin, informacione të duhura që të rinj në grand biznese, grantet që marrim nga qeveria, nga Bashkimi Evropian, po njëkohësisht dhe informacione të tjera lidhur me inteligjencën artificiale, si ta përdorim atë, po dhe njëkohësisht si duhet të mbrohemi prej saj. Vit ndryshe si herët e tjera, ne vim Gjirokastër jo për startupe, siç ka ndodhur gjithmonë, por për up to start, një hap le të themi para zhvillimit të startupit. Këto trajnime janë shumë të vlefshme jo vetëm për pjesën që të rinjt marrin njohuri se si të nisin dhe të startojnë një biznes me hapa të sigurt, por nga ana tjetër janë pjesë e një komuniteti kur mund të krijojnë lidhje dhe eksperjenca të vazhdueshme për të bashkëpunime potenciale me njëri tjetrin, por nga ana tjetër të marrin informacion dhe aksesin në skemat e granteve apo të financimeve që aktualisht janë në Shqipëri apo nga donatorët e huaj. Pas përfundimit të akademisë, pjesëmarrësit përfituan jo vetëm certifikatën e pjesëmarrjes, por edhe akses në rrjetin e alumnit, mundësi për mentorim individual dhe mbështetje të vazhdueshme nga ekipi SME Albania për zhvillimin e mëtejshëm të ideve të tyre sipërmarrëse. Bashkia e Konispolit ka nisur investime në disa prej rrugëve më problematike të lagjeve të brendshme të qytetit, ndërsa ndërhyrjet po shtrihen edhe në zonat rurale për të përmirësuar lidhjen dhe qarkullimin e banorëve. Punimet synojnë rritjen e cilësisë së infrastrukturës dhe lehtësimin e lëvizjes në të gjithë territorin e bashkisë. Bashkia e Konispolit ka nisur një sër ndërhyrjesh në disa prej rrugëve të lagjeve të brendshme të qytetit, kryesisht aty ku problematikat kanë qenë më të theksuara. Punimet përfshin rehabilitimin e shtresave asfaltike, sistemimin e trotuareve dhe përmirësimin e qarkullimit për banorët. Në qytetin ton është ndërhyrë në disa rrugë në lagje, si për shembull rruga Qendër Bregu i Koçit, rruga e shkollës deri tek Sovjet Dinje dhe është mirëmbajtja e shtresës asfaltike në rrugën hyrëse në Konispol. Gjithashtu, gjatë kësaj periudhe, puna do të vazhdojë edhe në lagjet e tjera ku kanë problematika. Investimet që synojnë përmirësimin e jetës së banorëve, por jo vetëm, pasi Konispoli tash është kthyer në një vend turistik dhe bashkia ka për qëllim të ofrojë kushte sa më të përshtatshme që edhe vizitorët të zgjedhin ta frekuentojnë. Përveç qytetit ndërhyrje të rëndësishme, po kryen edhe në zonat rurale të bashkisë. Ekipet e punës po punojnë në rrugët që lidhin fshatrat me rrugën kryesore, me qëllim lehtësimin e aksesit për banorët, sidomos gjatë periudhës së dimrit kur lëvizja bëhet më e vështirë. Bashkia Konispol ka ndërhyrë gjithashtu në investime në infrastrukturën rrugore edhe në zonat rurale. Rruga e Janjarit, ku investimet e rrugës së Janjarit janë kryer nga Këshilli i Qarkut Vlorë, nga Bashkia Konispol dhe nga disa donatorë që janë vetë banorët e fshatit Janjar. Është në proces të prokurimi i rrugës hyrëse nga krahu i Digës në Mursi. Tani gjatë periudhës në vazhdim, ne mendojmë të bëjmë investime në disa rrugë të tjera rurale ku ka problematika të ndryshme. Kemi disa rrugë të brendshme në Konispol, në Xar, në Vrin, që kemi për të ndërhyrë gjatë periudhës në vazhdim. Këto investime synojnë rritjen e cilësisë së jetesës dhe përmirësimin e shërbimeve për komunitetin. Punimet do të vijojnë në ditët dhe javët në vijim, deri në përfundimin e të gjitha akseve të parashikuara në planin e ndërhyrjeve.
Në përmet janë vendosur kosha për mbetjet e riciklueshme në kuadër të një nisme të bashkisë të ndërmarrjes së pastrim gjelbërimit. Iniciativa synon përmirësimin e menaxhimit mjedisor dhe ndërgjegjësimin e qytetarëve për rëndësinë e riciklimit. Në qytetin e Përmetit ka nisur zbatimi i projektit për ndarjen e mbetjeve, të cilat më pas do t'i nënshtrohen procesit të riciklimit. Si hap i parë janë vendosur kosha specifik për lloje të ndryshme mbetjesh në disa pika të qytetit, përfshirë biznese, shkolla dhe institucione të tjera. Ka filluar ndarja e mbetjeve, plastika, me fjalë të ndajmë që në burim, dhe ndërkohë filluar me plastikën dhe kartonin. Kemi ndërtuar pikën ku ato do përpunohen, do ngrumbullohen dhe duke shmangur sasinë e mbetjeve. Si fillim kemi filluar me disa pika që janë për bizneset, ndërkohë do vazhdojmë me shkollat, institucionet dhe pastaj në vazhdimësi me popullatën. Lapaj bën një apel për bashkëpunim nga komuniteti, duke theksuar se suksesi i këtij procesi varet nga pjesëmarrja aktive e çdo qytetari. Megjithëse është fillimi, ne kemi filluar ndërgjegjësimin dhe duke vazhduar në vazhdimësi, ne bashkë me qytetarët do harrim deri në ndarjen e plotë të tyre. Ju bëjmë apel qytetarëve të jenë bashkëpunues në këtë ndarje që në burim të mbetjeve, si fillim plastik, karton. Me zbatimin e këtij projekti, Bashkia e Përmetit synon të krijojë një model të qëndrueshëm menaxhimit të mbetjeve, duke e bërë qytetin më të pastër. Përfunduam këtu të nderuar shikues, ishte gjithçka e përgatitur për këtë ditar informativ në RTS Gjirokastra. Ndajemi bashkë, miru takofshëm.